Vështirësitë ekonomike të qytetarëve shqiptar i kanë detyruar që ushqimet e shportës ndër vite t'i marrin borxh në dyqane. Ky fenomen është më i pranishëm në fshatra ku bizneset e shitjes së produkteve të konsumit të përditshëm janë përballur vazhdimisht me vështirësi ekonomike pasi kanë dhënë produkte borxh për bashkëfshatarët. Jonuz Mjeshtri nga fshati Çereneci poshtëm në njësinë administrative gjurisë të Buqizës, thosë se në listat e borxheve ka banor që kanë marrë produkte që prej vitit 2000. Duke i llogaritur në total përgëton 25 vite, Jonuzi na tregon se shuma totale që i kanë borxh shkon në rreth 8 milion lekë të rinj apo 80 milion lekë të vjetra. Sipërmarrësi Jonuz Mjeshtri tregon se shumica atyre që i kanë borxh janë larguar, duke bërë që të humbas shpresat për të mbledhur borxhin që u kanë. Faktikisht për 2000 fillon hikën një pjesë. Me ne fillon më shumë. U s'poston për çështje ekonomike se s'kishin ku të hashin, ku të punoshin. Mirëqenje s'dhanto. Në palën mirëqenjen më të mirë, në hikën kurbet, me listë as si mbledh ma. Nuk mblidhen. Mos e diskuto. S'mblidhen se kanë hikë. Ku t'i mos? Ose këto si janë, ku t'i morim? S'kimi. 80 milion. As nuk merren ma. Ku t'i qojnë? Kanë hikë. E pjesën këto, thot, t'i japim. Thonë se si japim. Kur t'kemi? Nga ana tjetër, Jonuzi thotë se është drejt mbylljes së aktivitetit të tij për shkak se jo vetëm që janë larguar njerëzit, por edhe sepse nuk mund të mbledh borxhet që i kanë prej vitit 2000. Faktikisht, unë jam një pensionist ku m'dal ka 2 vjet. Gradualisht si dem shelf, se 3 shtëpi kam me. Tu ka janë 100 shtëpi, janë shtëpi ka sa dush, njerëz s'ka. 3 familje kemi me këtu. 3 familje në këto janë këtë pensionista. S'ka atjerë. Drejt skatimit ajo, 2.000 lekë, 3.000 lekë gjiro, në ditë, se ale dritat, jo taksat.